Martinovici, për këtë ata që se din, është si pikë spari, i ka bo 2 vrasje në Deçan, edhe 2 plagosje. Gjatë procedurës e bombardimeve, mëna për mëna burgit, edhe që atyne grupeve që kanë hije, kanë bo vrasje në për shakte që ata që të tregova, që më ko pjesë e podrumit kuzhinës me tromblona, me kësi, flitet që ka qenë edhe ajë një ndërta. Ka ikë prej burgit, ka ikë në Malzin atë kohë, toni prej Malit Zi, i kam disa informacione, ka shku në Angli. Svetlan Martinovic është në Kralev. Une kam najt 5 muj e pak, kam najt në Kralev me një dhomë me ta. Kam najt, une i vetëmi shqiptar, aj edhe 4 Serb, për veprat ndryshme. Aty kam najt me Martinovicin. Një muj, me thonë drejten, nuk kom fol me asë një. As ata me mu, as unë me ata. Sa as nuk e kom ditë gjuhën, po dha i ka najt i heshtun, nuk ka fol me mu. E ka ditë pse jam, se në ka njohë prej peje, po jo kështu personalisht, po në bazë të nimeve. Sa ata kanë pas në ashta si me thonë, një mundësi matë mirë. Në çdo burg që kanë kalu, kanë pas një mundësi matë mirë se na. Ja, i më ka njohë, po gjatë vujtjes dënimit, me thonë drejten, kemi najt aty mas një muje, diçka ka fillu me fol. Ka fillu me fol, po shumë pak shqip. Ka fillu me fol në gjuhën e vetë edhe aty të kemi shkëmby bisedat ndryshme, po mas një muje diçka, mas i ka fillu, të një në ka marrë edhe një kohë ashtu aty këtu folke i fjallë shqip, i fjallë sërbisht, sa me një fjallë me kuptuhëne, të një edhe në fillova me mësu ka pak gjuhën, edhe e ka fitu i far besimin mu, me një fjallë e ka pasë, edhe të një edhe ata burgosnit serb, tjerë, e panë që edhe na ko kem njerëz si ata, nuk jemi, se ata, si me thonë, u shpreshin disa mënyra që si s'kishin taku shqiptar kur, ata po flas shokët e dhomë që i kisha aty, serb. Si pas informacioneve tyne, s'u kish ra me taku, vetëm qa kishin dëgju përmes medjave, përmes qa dione. Edhe aty fillum të një, ato lojnë atë qa dione si i buem si gjithë burgosnit, fillum me një fjallë me komuniku bashk. Me zveti fillova e mësova gjuhën, po, si me thonë, Martinovici tash unë e disha, se unë isha edhe i njëftum pse qysh tek, se e disha çdo gjë lidhje me ta. Martinovici, për këtë ata që se din, është si pikë spari, i ka bo 2 vrasje në Deçan, edhe 2 plagosje. Edhe ka ra në burg, qatë kohë që më ra me njoft. Tani, prej Kraleve, mas 5 muje pak, na kanë transferu në Dubrav. Mu, ata dhe gjithë burgosnit shqiptarë. I vetëmi ai ka qeni i serb, malazeza që ka qeni ai. Po kur kemi ardhë në Dubrav, me tonë drejten ai nuk e pat fatin me ardhë në pavilionin C. Ata e dërgun një tip matë lirë edhe ka punu si kuzhinjerë, si qa dione ka shke buk, edhe në ka shke bukën me një fjallë. Ka punu në ekip kuzhinjerëve. Po, gjatë procedurës e bombardimeve, mëna për mëna burgit, edhe që atyne grupeve që kanë hije, kanë bo vrasje në për shakte që ata që të tregova, që më ko pjesë e podrumit kuzhinës me tromblona, me kësi, flitet që ka qenë edhe ajë një ndërta. Pra une për vetën nuk e kom pasë rastin me pa, po si pas të nimeve për i burgosnive tjerë, flitet që edhe ajë ka qenë pjesë e grupit. Tani kom dëgju që ka ikë prej burgit, e ka ikë në Malzin atë kohë, tani prej Malit Zi, i kam disa informacione, ka shku në Angli. Si ka shku, nuk e di, po atje jeton, ka familje edhe
jeton në Angli tash për momentin. Vllaun e tina e kom pa edhe një vend tjetër gjatë mbujtjes dënimit. Tani mas disa muajve mas i ka marrë lufta, e kom pa edhe në burgjet e Serbisë, po ai në atë kohë ka ikë prej burgit Dubravës, ose e kanë lëshu ata vetë, ose nuk e di.